Okej, çuna do të përsëritim video re. Okej, sot do lozim prap një mini diçka le të themi. Është dyfishimi i egës dragojit. Si të dyfishojmë vezën e dragojit në Minecraft. Më së pari na duhen këto tre gjërat. Një big drift, çfarë është kjo? Drip. Dragon egg edhe lever. Ok, më së pari vendosim këtëja. Vendosim leverin, endezin. Vendosim vezën. Veza duhet bëj kështu kur tjetë e kështu jatuna. Tashti duhet dilin nga Minecrafti. Po këtu, save quickly. Tashti duhet dilin komplet nga Minecrafti. Ok, çuna se gjithmonë duhet ta ndërpres videon se nuk dua të shikoni atë javë vendin tim, po mos mendoni që e kam bërë me hile, ju betohem, nuk është me hile, vetëm futuni te bota edhe keni për ta parë vet. Nuk dua të bëj hile, se pastaj do të gjini njerëzit në YouTube kështu ja. Gjithmonë këto janë glitchat e Minecraftit që mund të dyfishosh vezën e dragojit, gjëra edhe më shumë gjëra tjera. Ok, sa të futet kjo e Minecraftit. Ne do presim pak, se është kjo që mezi futet Minecraft, por është në rregull. Do presim vetëm pak fare sa të bëhet loading ajo. Sa të jetë dyfishuar ajo sa të jetë kështu ja. Le të presim edhe pak edhe futemi në botë. Ok, u futëm. 1, 2 e gjys 3. Ok, çuna goca ja si çun ta shikoni keni. Këto janë vezët që janë të dragojit që i mora në kjo, edhe këto janë vezët që u dyfishuan nga kjoja. Këto mund ta bëni shumë herë, çuna nuk ka rëndësi fare se sa herë përdorni, mund ta bëni sa herë të doni, por vetëm jo brenda një dite se nuk funksionon. Domethënë në Minecraftit. E kam provuar, nuk funksionon. Kështu që po çuna. O, sa jena të kam këtë vezën. Okej, nga problem. Kështu që nga dhe goqa, shpesë të kelqy kjo video, nuk është fake, është 100% real. Provojni vetë, keni për të më thënë në komente, shkoni në komente, është fake apo real. Kështu që nga dhe goqa, shpesë të kelqy kjo video, mësë në të bëjnë like, comment, subscribe dhe shimë dhe ratë. Bye bye.